vesh apo jo. Por një kompani e quajtur Mektrim, mos gabohen, Mektrin ose Mektrim, është kontrolluar para pak ditësh 2 herë. Pse u kontrollua kompania, do thoni ju? Na duhen dokumentat e veturës Flamurnogs që ka bler Flamurnoga. Se që është një vetur, Range, mos gaboj është, po. Shkuan njërën ditë, i thanë ata s'kemi. Shkuan ditë e tjetër, u thanë nxirni. Çfarë doli? Veturën e kishte bler Lul Basha. Dhe sapo, jo se është skene bukur kjo shumë, sapo punojsi, i tha orë zotëria s'ka ardhë kur me ble këtu vetur, dhe tha këtu, po ja i dha kjo ato dhanat e veturës, po këte vetur, tha e ka bler Lul Basha, ja ku i ke. As që i mori fare dokumentat. Jo, se krim duhet ishte për Flamurnogën. E kuptoni ju se çfarë? Por ngjarje reale kjo, taze. Tha, ja ku ke, tha, këte firma, ja ku, e ka bler Lul Basha këte vetur. Merë dosë, tha, nuk duhet për Lulit. Dëgjoni tani, se që kemi të bëjmë.